Dyqani bamirës në Prishtinë, projekti i shoqatës bamirëse Bereqeti, i realizuar në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, është rinovuar me qëllim të përmirësimit të kushteve për familjet përfituese. Prej 2 vitesh, ky dyqan u shërben rreth 100 familjeve në nevojë, të cilët furnizohen rregullisht me produkte bazike ushqimore dhe artikuj të tjerë të domosdoshëm. Me rastin e përfundimit të punimeve të brendshme, dyqanin bamirëse vizituan Myftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava, kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama, drejtoresha për mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës Adelin Sahiti, drejtori i shoqatës bamirëse Bereqeti Gjeladin Fazliu, si dhe përfaqësues të institucioneve dhe zyrtar komunal. Myftiu Tërnava vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet shoqatës bamirëse Bereqeti dhe komunës së Prishtinës, duke theksuar rëndësinë e projekteve që u vinë në ndihmë familjeve në nevojë dhe shprehu mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin dhe vazhdimsinë e kësaj nisme. Dëshiroj të falenderoj të gjithë ata të cilët me përkushtim, me devocion, punojnë në këtë drejtim, japin kontributin e vet, shpërndajnë ndihma, japin derdhin djersën e vet brenda shoqatës humanitare Bereqeti. Mirë po me këtë rast dëshiroj të falenderoj shumë edhe bashkëpunimin e mirë që ka shoqata Bereqeti, në veçantë Partia Islame e Kosovës, këtu në Prishtinë edhe me kuvendin komunal, me drejtorinë për çështje sociale. Dua të theksoj, dhe pse jo, dhe të falenderoj gjithë ata që kontribuojnë për shoqatën Bereqeti, bizneset tona, mirë po edhe ndihma që vijnë nga jashtë, veçantë nga Turqia, që vitin që shkoi Bashkia Islame e Kosovës, këtë rast, shoqata Bereqeti ka ndihmuar njerëzit nevojë me mbi 13 milionë gjymës. Ndërkaq kryetari Rama e cilësoi dyqanin bamirë si një model të suksesshëm të mbështetjes sociale, duke theksuar se iniciativa të tilla duhet të vazhdojnë dhe të shtrihen edhe më gjerë. Është një bashkëpunim i mirëfillt mes Bashkisë Islame, mes organizatës Bereqeti dhe kryeqytetit, drejtorisë të mirëqenies sociale për brenda kryeqytetit, ku nëpërmjet këtij bashkëpunimi po i mundsojmë familjeve me nevojë me pas qasje në ushqim, pra në nevojat bazike të cilat i kanë për me ushqy familjet e tyre. Ai gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve dhe bizneseve që sipas mundësive të tyre të kontribuojnë për të mbështetur familjet në nevojë. Të gjithë qytetarët që kanë mundësi që ndihmojnë të tjerëve, edhe ndodhin raste të shumta kur qytetarët që shkojnë me ble për nevojat e veta familjare, blejnë diçka shtesë dhe e dorëzojnë atë si një lloj donacioni për me ju ndihmu familjeve që kanë nevojë. Mirë po janë edhe kontot tash të mundshme ku munden drejt për drejt edhe në drejtorinë e mirëqenies sociale, edhe Bashkinë Islame, edhe drejt për drejt me organizatën Bereqeti, pra ka mundësi të ndryshme ku qytetarët të cilët kanë mundësi dhe dojnë për me ndihmu qytetarët tjerë. Ndërkohë drejtoresha për mirëqenie sociale Adelina Sahiti foli për bashkëpunimin me shoqatën bamirëse Bereqeti, procesin e identifikimit të familjeve përfituese dhe angazhimin institucional për të siguruar që ndihma të arrijë tek ata që kanë më së shumti nevojë. Në hapësirën ku ndodhemi tani, në dyqanin ton social, është dëshmia më e plotë për bashkëpunimin e mirëfillt dhe të jashtëzakonshëm që kemi në ndër vite me shoqatën Bereqeti. Ne si drejtori e mirëqenies sociale dhe si komunë e Prishtinës në fakt i kemi mbi 700 raste sociale që janë pjesë e skemës sociale dhe përfitues të skemës sociale, dhe në këtë listë prej 700 familjeve që janë përfitues të skemës sociale, ne çdo muaj bëjmë filtrimin që nëse një muaj ka marrë një familje, muajin tjetër të japim përparësi familjes tjetër, dhe pastaj prapë në muajin pasus kthehet familja tjetër, dhe kështu është një cikël i cili vazhdon. Ndërkaq Gjeladin Fazliu nga Bereqeti prezantoi funksionimin e dyqanit bamirës, numrin e familjeve që përfitojnë nga ky projekt dhe arsyet e rinovimit të hapësirave me qëllim ofrimin e kushteve më të mira për përfituesit. Të bëhet ky dyqan i bamirësisë kështu në këtë mënyrë që artikujt ato që e marrin prej donatorëve ta vendosim nëpër rafte këtu dhe nevojtarët t'i marrin vetëm ato artikuj bazike të cilat i nevojiten atyre. Dhe kurse si të ketë ushqime apo diçka tjetër që marrim këtë amanet ta vendosin nëpër shporta të mbeturinave. Deri me tani, domethënë mbi 100 familje furnizohen të rregullt mujore që marrin ushqime nga ky dyqan. Shpresojmë që të përhapet kjo ide edhe në lagje tjera pse jo të Prishtinës.
Dyqani Bamirës në Prishtinë mbetet një nga projektet sociale të shoqatës Bamirëse Bereqeti i realizuar në partneritet me komunën e Prishtinës, duke ofruar mbështetje të vazhdueshme për rreth 100 familje në nevojë. Sipas drejtuesve të projektit, rinovimi i hapësirave synon përmirësimin e kushteve të shërbimit dhe krijimin e një ambienti sa më dinjitoz për familjet përfituese, ndërsa bashkëpunimi ndërinstitucional pritet të vazhdojë edhe në të ardhmen.